kur shqip. Zemrat flasin shqip, la 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 la, këndojmë bashkë plotësim, la 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 la, dorë për dorë në një tingull të lirë, gjuha jona bashkon me dëshire. Flasim shqip, sa bukur tinglon, ndjejmë shqip, zemra na bashkon, me buzëqeshje, me dritë në sy, krena jemi, unë dhe ti. Edhe kur jemi larg nga shtëpia, na merr malli për zërin e dashurisë. Një fjale ëmbël na sjell kujtim dhe zemra re përsëri shqip. Le të luajmë, le të këndojmë, traditat tona ti kujtojmë, si një përall që s'ka mbarim, që jeton në çdo zemër shqip. Zemra flasin shqip, la 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 la, këndojmë bashkë plotësim, la 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 la, dorë për dorë në një tingull të lirë, gjuha jona bashkon me dëshire. Flasim shqip, sa bukur tinglon, ndjejmë shqip, zemra na bashkon, me buzëqeshje, me dritë në sy, krena jemi. Është një këngë që s'ka kufi, që lind në zemër e rritet e ti. Është një dritë që s'fiket kur, gjuha jonë si një flutur. Zemra flasin shqip, la 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 la, këndojmë fort me dashurin, la 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 la, në çdo vend, në çdo kujtim, do të jetoj për jetë shqip. Flasim shqip, me zemër plot, ndjejmë shqip, në këtë botë, me këngom, me loje dhe gëzim, zemrat tona flasin shqip. Mirëmbrëma të dashur miq. Ja ku takuam sërish pas disa ditësh që me siguri ju kemi munguar dhe patjetër që jeni bërë gati secili prej fëmijëve me entuziazmin e festës së 1 qershorit që po vjen. E njëjta klim, i njëjti emocion, po na shoqëron dhe neve apo jo, Xhaxhi Sandri, se e veshur dhe me të kuqe, dhe unë kam përshtypjen që ti sot ke bërë një sakrifis shumë të madh për t'u gjendur me fëmijët, pasi sot është edhe një ndeshje që zhvillohet, e ndoshta s'do të na bashkojnë shumë në emision. Ti si mendon? Tani, mirëmbrëma të gjithëve, është shumë nxehtë, uroj që fëmijët në këtë kohë të jenë mbledhur edhe në shtëpitë e tyre, se përndryshe unë e ti flasim kot, e diskutojmë kot, urojmë mos jenë asnjëri nga fëmijët tifoza as me Arsenalin dhe as me Paris Saint-Germain, se prapë unë e ti pastaj flasim kot, por rrofshin mamat të cilat i kemi gjithmonë aty. Shkolla po mbaron, diku ka mbaruar, diku është duke mbaruar. Po bëjmë festat e suksesit. Po bëjmë festat, u thot pash disa video jashtëzakonisht shumë të bukura nga shkolla ku mike jonë, drejtoresha Rozina Sterkaj, kishte bërë një festë jashtëzakonisht shumë të bukur që ne do ta transmetojmë pastaj javën tjetër, sepse këtë javë unë e pash vonë dhe nuk ishte mundësia që t'ja kërkonim. Fëmijët janë ajo pjesa për të cilën ne të gjithë kontribuojmë, ne të gjithë përpiqemi dhe mundohemi që të bëjmë më të mirën e tyre. Por imagjino për shembull tani, në qoftë se do vinim
përballë fëmijërin, një fëmijë që do jesh ti për shembull, edhe një poetin që mund të jem unë. Ti do të Dakor? thuash që ky emision nuk është vetëm për fëmijët, por është edhe për të rriturit, sepse shpeshherë prindrit kur shohin këtë emision fillojnë edhe reflektojnë pak edhe për fëmirinë e tyre. Edhe gjithmonë fëmiria është ai momenti që ndihemi më nostalgjik se kur, është e vërtet. Dhe sidomos ata që janë poet, sidomos ata që shkruajnë, ju vjen në memorje ata. më shumë fëmiria. Dhe Lum ata që janë poet, si kujtojnë ata, si e kujtojnë ata, Dëgjisandri, si e pa kujtojnë. ato për shembull thonë, Pa. dikur Mhm. edhe ne ishim fëmijë. E sot kujtimet na flen në gji, në mendje, në kujdes. Prindrit gjithmonë i kujtojmë e në veprime me këshillat më të larta e vlerat që ata na trashëgin. Me rritjen, vitet ikin kaq shpejt. E ne papritur, ndoshta pa dashje, fëminin tonë e lëm pas. Për sipër marrim me angazhime, role të reja. Dhe një nga këto është ajo e prindrit që na jep një shetëri për të cilën ne lutemi çdo ditë. Unë, fëmiria, po ju kujtoj ende si vraponit në lëndina. Si e ndërtonit botën me lodra prej duarve tuaja. Si ëndrat I bënit krah në imagjinat, pa e ditur se sa shpejt do të rriteshit. E poetin këtë rast të përgjigjet. Edhe ne u rritëm me prallat të gjysheve, ulur në prerin e tyre. Me ato ninullat që tonin shpirtin. E kush ka ne nuk do të t'ishte akoma sot fëmijë. Për t'jetuar edhe herë ato gjëra kaq të bukura, kaq të pafajshme, kaq të magjishme. Kaq të pafajsi. Duke njohur të dy kohrat, unë poeti jo them, jetojeni fëmirin me ëndra në sy. Luani me natyrën, kredhoni në lëndina, prekni topin, tokën, detin, liçenin, eksploroni çdo gjë të bukur që mund të ndodhë përpara jush. Flakni ftohtësinë e telefonit. Shijoni prerin e gjysheve, aromen e gatimeve të tyre. Flokët e bardhë ku fshihen me qindra sakrifica pa emër. Mos u ngutni të rriteni. Mblidhni, krijoni, bëni, formoni sa më shumë kujtime. Një ditë, Edi, do t'i kërkoni me mall, siç kërkohet njësinë e humbur. Besomni, s'do të doni të largoni kur nga ninullat e nënave, nga librat e lënë për gjysmë poshtë jastekut, nga lojrat me shokët deri në mbrëmje. Sepse atëherë mbrëmjet ishin njerëz zakonisht shumë të bukura, të qeta, të paqta. Nga gjunjët e vrarë duke luajtur top, nga të qeshurat që nuk ishin fund, sepse mitësi, si ato të asaj moshe, rralli gjen më vonë në jetën tënde. Po sot, ku jeti fëmijëri? A jeton ende mes fëmijëve apo je larguar për tyre sepse ne nuk dim më ta kërkojmë? S'din fëmijët t'i kërkojnë. I shoh nga larg. Shpesh mua më kërkojnë në ekrane. Ku unë jetoj në oborre, ndërkohë jetoj me ta
në obore, në pemë, në libra, në lojra. Disa prej tyre, më vjen shumë keq, janë rritur para kohe. E kanë harruar edhe aromën e dheut pas shiu, zërin e nënës që i thret në obor, gëzimin e thjeshtë të një topi, Hajde këtu të rënd të apo të mira. një kukulleje që e mbërthenin në gji, që mos t'ja merrte shoqja tjetër. Atëherë, kthehuni. Shkoni aty ku ka më shumë nevojë për ju. Faluni ëndra, imagjinata, pasërti. Mësoni fëmijëve që do të thotë të duash. Mësojuni të vrapojnë zbatën mbi barë, të qeshin pa arsye, të rrëzohen e të ngrihen përsëri, pa frikën e asaj botës së madhe globale. E di, unë fëmiria, kur jam pranë tyre, shpërthem mirësia. Dhe bota duket më e bukur, sepse në të shpresa ka ende vend të jetoj. Sytë e shpresës janë ngërthyer aty tek ti. Eja, më trego. A të pranuan fëmijët, o fëmijëri? Po, sa herë që një fëmijë qesh me gjithë zemër, sa herë që ai hap një libër, sa herë që përqafon gjyshen, unë jam aty. Me të. Atëherë, e di se do kthesh sërish. Ndaj sot, ulur në heshtjen e mendimeve, rrihet të përsikur më parë. O është trajta fëmijëria ime. E nëse një ditë troket përsëri në zemrën time, nuk do të plot të ikësh më. Do të të mbaj mes kujtimesh e ëndrrës, mes dritës së shpirtit, dhe do të të kuvend përgjithmonë në librat e mi. Për vete e për këdo që ande din të ndjehem fëmijë. Të dashur fëmijë, kjo teta Moza e ka shkruar për ju këtë. Prandaj i thoni i qik, faleminderit. E di pse, Xhaxhi Sandri, sa herë që hulumtoj dhe shikoj sot fëmirin e brezit sotëm, shoh që duket sikur lënë më njanë copzat më të bukura të formimit të karakterit të tyre, sepse në karakterin e formimit të fëmijëve hyn në lojë të gjithë komponentët jetësor, përfshirë këtu edhe vetë natyra, sepse lojrat kreative ndihmojnë në formimin e personalitetit, i mësojnë ata të jenë më të fortë, më të guximshëm, të pranojnë sfidat, të pranojnë humbjet, të pranojnë uljet, ngritjet, të pranojnë rrëzimet edhe fizike, edhe kur vriten, të jetojnë në komunitet, të bashkëndajnë, të jenë social. Pra, kjo ka qenë ndinjata ime kur unë kam shprehur ato pak fjalë, vargje, dhe kam dashur të vi, dhe pastaj e kam sintetizuar këtë dialog në një poezi më të shkurtër që e kam muzikuar dhe do ta shfaq edhe me pjesë të ilustruara. Por do të dija mendimin tënd si poet, duke qenë se ne i përkasim pak a shumë të njëjtit brez, që e kemi jetuar fëmirin duke vrar gjunjët, duke kuluar vetë topin, duke lozur në natyrë, duke hapur gropat, duke luajtur me kosha të improvizuar. Pra, gjithçka ka qenë një kreativitet, një fantazi që ka ndjekin tonë. Dakord, Moza. Atëherë, cili është, ose mund të jetë në imagjinat mendimi im, le të themi që çdo kohë ka edhe nivelin e vetë të tjetuarit edhe të perceptuarit. Çfarë do të thotë? Sot ne nuk duhet të bim në atë gabimin në thojza, ose të deklamojmë, ose si që janë disa që thonë, i mati ishte, fëmijëria ime.
çfarë familjet kisha unë. Kupton? Sepse këto janë të gjitha reminiscense që nuk bëjnë asgjë të mirë që ai breziri të ndihet i sigurt në familjen e vetë, të ndihet ai person që është pjesëtarja e asaj familjes, që është gëzimi ndoshta më i madh dhe nuk mund t'i mohohen sot ato gjëra për të cilat çfarë ndodh? Ndodh ajo që teknologjia, kemi thënë e ka fajin, okej, për teknologjinë nuk e hodhi kush nga qielli. E krijuam ne. Cili është pasioni i parë sa bën 10 vjeç një fëmijë dhe ka datëlindjen? Vraponi ati si çmendur duke u ngatru me të ëmën ati fëmijë sepse duhet të ketë paketën e celularit patjetër, sepse ato dy fëmijët e tjerë komshi që kishin datëlindjen një javë përpara dhe 2 javë përpara, kishin iPhone, kishin dhuratën nga tezet që i kishte ardhur nga Amerika, nga 500 euro telefon e tjerë. Pra, ne i hapnim gropat sepse ndoshta kishim një biçikletë gati gjysmë të prishur, 10 fëmijë që luanin me rrallë. Dhe ziheshim se rralla kujt ishte në ato raste. Sot ndoshta një familje ka 10 biçikleta. Në rregull, fëmiria nuk i ngjan fëmirisë, fëmiria ime nuk i ngjan. Absolutisht, ato duhet ta jetojnë atë që është sot. Një pediatre dhe njëkohësisht një psikologe si Lira Gjika është shprehur shumë bukur një herë në një intervistë të saj ku thotë: "Fëmiria ime është e bukur sepse është e imja. Pra, unë kam krijuar kujtimet e mia në të. Dhe fëmiria është ajo fazë ku ndërtohet empatia, ne mësojmë njerëzoren, ne mësojmë të jemi njerëz pikërisht në fëmiri. Prandaj duhet të japim dashuri, duhet të japim emocione fëmijëve, që t'i bëjmë empatik, dhe jo materialist shpërblimet, por sa më shumë morale dhe shpirtërore. Moza, të marrim dy realitete të njëjta. I tyre do t'ishte fantastik. Dakor, po të marrim dy realitete gati të njëjta. Fëmijët e mi janë mbi 20 vjeç, dy fëmijët e tu janë mbi 20 vjeç. Okej? Janë rritur në një kohë tranzakcionit të marrësisht të shturur. Po, i kanë pranuar të dyja këto gjërat që them unë. Edhe materialet edhe morale, të shpirtërore. Okej. Por rritja e tyre dhe krijimi i një perspektive për të nesërmen ka bërë që janë në punë, janë më të mençurit, drejtojnë, punojnë për gjëra të mëdha dhe ndërtojnë jetën e tyre. Kanë të fejuarin, nesër do bëhen prind. Dhe ato nga e kanë marrë, nga kjo bazë e cila vjen gjithmonë në vazhdim. Por ti nuk i ke thënë. Nga modeli, kanë transmetuar prindrit, nuk japin receta, por jetojnë dhe transmetojnë modelin e tyre. Dhe filla kur rritet, imiton prindin. E përshtat me kohën, sigurisht. Pra, ti nuk i ke thënë vajzës ose djalit diltani në borë dhe hap ca gropa që t'luash ti top e grop. Absolutisht. Por ajo biles në qoftë se do guxonte ta bënte atë punë, do dënohej, sepse po i prish të vorrën. Patjetër. Atëre, Xhaxhi Sandri, se revokojmë të kaluarën ndonjëherë për të bërë edhe krahasimin e modeleve, asnjëherë nuk gabojmë, sepse kështu arrim të ndërgjegjsojmë fëmijën. Jam krejt dakord, por asnjëherë mos të marrim ne brezat e talonin e absolutes. Dhe bashkë me evoluimin e kohës, evoluon edhe modeli familjar. Të thash, në qoftë se i 10 vjeçari sot ka këtë në dorë, nuk është fajti. Patjetër, është i prindit i cili shpesh herë ja jep
që të arrit të përmbush disa punë të tjera në familje, mamaja apo babai. Megjithatë, ne nuk jemi askushi për të dhënë receta dhe për Absolutisht jo. Ne nuk japim receta, japim mendimet dhe eksperiencën tonë. Dërgojmë një mesazh dhe iniciativa e formimit të këtij formati, e këtij emisioni për fëmijë, ka qenë pikërisht që t'ju vjedhim pak nga ajo koha sedentare të qëndruarit në telefon, në akullsinë që i ofron telefoni, ose ato filmat e animuar që vrrullojnë me një shpejtësi ngjyrash dhe figurash marramendse, brenda të cilës nuk ka tekst, por ka vetëm vizualitet. Atëherë ne çfarë kemi bërë? Ne kemi bërë që ky program të jetë sa për të rritur, aq edhe për fëmijë. Dhe nuk jemi, sërish them, askushi të moralizojmë, por përpiqemi që të vëmë nga pak, nga një kontribut në rritjen e fëmijëve, duke sjellë dhe eksperiencat e rritjes. Ne këtu sjellim eksperiencat tona, por edhe të tjerëve. Edhe të tjerëve, sepse është një dritare e hapur, ku secili është i lirë të shpreh mendimin e vet, dhe pse jo të vinë në këtë dritare dhe të thotë që unë kam jetuar kështu, e provova në fëmijët e mi kështu, nuk funksionoi etj. Në këtë dritare do të ketë edhe specialist, ne do të ftojmë shpesh herë edhe psikolog, të cilët për probleme të ndryshme psikoemocionale të fëmijëve mund të sjellin në momente të caktuara të trajtimit. Por le të pushojmë një herë dhe të sjellim një këngë që unë e kam bërë mbi këtë bazë, mbi këtë argument, mbi këtë tematik. Ta ndjekim dhe rikthehemi. Dikur edhe në ishin fëmija, me ëndra plotë e dritë në sy, në plerin e gjyshës ngroci, në duart e nënës dashuri. Vitet ikën si një lumë, fëmijëria mbeti shumë, sot kujtimet flasin nga dal, si një null që s'harrohet valla. O fëmijë, dili në natyrë, prekni tokën me zemër të dëlir, lëreni pak telefonin më njar, jeta e bukur ju pret pran. Fëmijëri, ku je tani, dhe u sërish me dritë në sy, si në zemra ëndra pa fund, si dikur kur qeshnin gjithkund. Në borë zërat kumbonin, ditët tona fluturonin, me një tope pak gëzim, kishim botën në shpirtin tim. Sot ekranet na largojnë, por kujtimet na bashkojnë, në çdo zemër rri një fëmijë që kërkon prap pak dashuri. Mbyli sytë e dëgjoj erën, si të thëret emrin e vjetër. Fëmijëria nuk humbet kur rri në zemër, si flak e bukur. O fëmijë, dilni në natyrë, prekni jetën me zemër të delir, lëreni pak telefonin më njan, magjia ju pret në çdo an. Fëmijëri, mos ik më larg, kthenu prap në çdo prag, sill në zemra dritë e gëzim. Si një këngë pambari. Ja pra të dashur miq, fëmijëria që ne ndërtojmë sot është e ardhmja e jetës tonë nesër. Sa më fëmijë
dhe produktiv të ndjehemi në fëmijërinë në të gjitha etapat e saj, aq më prindër të mirë, aq më individ më të mirë për shoqërinë, aq më njerëz empatik do të jemi. Unë u përpoqja që në video të sillja sa më shumë momente të fëmijëve në natyrë, aty ku bëhet edhe thirrja ime që të jemi ngjit me natyrën. Në fund të fundit natyra është ai taloni që neve duhet të krahasohemi me të. Xhaxhi Sandri, na kanë ardhur disa mesazhe dhe unë përpara se të kaloj në një moment tjetër të prezantimit të një rubrike të re, të vogël. Të kam nisur një link tani. Po? Nuk e di, është i njëjti që sepse ma nisi drejtoresha, dhe është ndoshta momenti më i bukur për tu nëse realizojmë të. Unë i bëj thirrje Rozinës, edhe kujdo mësues tjetër, edhe ata që kanë bërë aktivitete, mund na i dërgojnë, po jo në formën e linkut, sepse ata i kanë publikuar vetë në Facebook dhe unë nuk mund t'i shkarkoj dhe as t'i shfaq në emision. I dua si video dhe pastaj unë i ngarkoj në emision. Ndërkohë, unë dua të prezantoj rubrikën më të re të këtij emisioni, ndërkohë që Xhaxhi Sandri ja transmeton këtë edhe Rozit. Unë do të shfaq rubrikën më të re. Kemi 2 fëmijë të cilët janë bashkuar kësaj rubrike. Ju ftoj ta ndjekim duke ju bërë thirrjen që çdo fëmijë që është tashmë në ndëgjim apo çdo prind që kërkon të sjelli zërin e fëmijës, imazhin dhe urimin e tij, pse jo dhe talentin, ta promovojmë në këtë studio të vogël. Ne jemi të hapur dhe mikpritës karshithyre. Ju ftoj ta ndjekim fëmijën e parë. Në emisionin Zemrat flasin shqip, do të nis rubrika më e re, Më njihni dhe mua. Kam diçka të bukur për të treguar. Eja dhe ti. Fëmia e parë, i cili i bashkohet kësaj rubrike në emisionin ton, do të jetë Rian Shehaj. Ai vjen nga Tirana, është 5 vjeç e gjysmë, dhe dëshiron të përshëndes të gjithë bashkëmoshatarët e tij brenda dhe jashtë atë dheut, gëzuar 1 qershorin. Kjo është familja e Rianit. Jaku është edhe vëllai i vogël i tij. Ai është Naeli. Naeli s'ka pak që ka bërë 2 vjeç dhe ndoshta një ditë do t'i afrohet edhe ai emisionit ton. Hey, kalamaja, gëzuar 1 qershorit. Ne bim nga emisioni Zemrat flasin shqip. Por sot unë nuk jam me Xhaxhi Sandrin, por jam me një fëmijë të vogël që quhet Rian Shehaj, vi këtu gjithmonë. Vjen këtu gjithmonë që të uroj fëmijët tanë mban botës gëzuar 1 qershorin. Sot ai do të vi me vjershën 1 qershori. Ju e dini që 1 qershorin të gjithë fëmijët po përgatiten për të bërë një spektakël të madh për mësuesit, për edukatorët, për gjyshërit, për prindrit, dhe sot ju pranoni poezinë 1 qershori nga Rian Shehaj si një përshëndetje nga Tirana. Ta dëgjojmë së bashku. Unë jam 1 qershori, vizi rrezë dielli, kaloj me shreve, krad një jap qielli. Unë jam 1 qershori, vesh plot me ngjyra, shpirtin kam plot jetën, diellin tek fytyra. Unë jam 1 qershori, si qershia ëmbël, Vit ju sjell gëzim, vit ju se ngëlldim, t'ju plotsoj çdo ëndër. T'ju plotësojmë çdo ëndër. T'ju plotsojmë çdo ëndër të dashur fëmijë. Ky emision Zemrat flasin shqip dëshiron të plotsoj ëndrat e çdo fëmie që të qasen bukur me gjuhën e bukur shqipe. Gëzuar të gjithëve, gëzuar. Në të njëjtën studio ishte ulë edhe ai. Atëre, të dashur miq, kjo është rubrika më e re për të bërë prezent zërat dhe cicërimat e fëmijëve tuaj të vegjël. Sa nipa e stërmbesa keti? Jo, ky është stërnipi, domethënë mbesa ime e ka djalë. Nuk kenë të tjerë. Jo, nuk kam. Kam edhe 2, po i kam larg dhe janë Kanada. Me thirr.
Me i thirr. Kur të bëhen dhe ata do t'i shpalosim, por unë e kam nisur me të sepse dua të afroj të gjithë fëmijët. Nuk bëjmë asnjë lloj diferencimi, sikurse është dhe rasti në fjalë. Nga Tirana, nga Shqipëria do të udhtojmë në Itali, në Brescia. Është një talent, një vajzë e vogël e cila quhet, le ta ndjekim më mirë, quhet, s'po e them emrin, unë e di se është nuk e them. Më mirë ndiqeni në video. Është Të Noe. dashur fëmijë, sërish në rubrikën Më njihni dhe mua, kam diçka të bukur për të treguar, do të vi një tjetër fëmijë. Ajo është Noemi. Noemi jeton në Brescia të Italisë dhe dëshiron të përshëndes me shumë dashuri bashkëmoshetarët e saj anë mban botës për një qershorin dhe jo vetëm, me një instrumentale, me një himn të lumturisë dhe ajo do të performoj në piano. Na thot, se harrova, teta Moza dhe Xhaxhi Sandri, ju jeni dy zemra që më mbushni me mall Shqipërie. Përshëndes gjithë fëmijët shqiptar me himno della gioia. Noemi dhe mamin e saj e përshëndesim që i është bashkuar kësaj nisme. Faleminderit edhe prindërve që na mundësojnë momente të tilla lumturie. Syt tan janë duke ndezur nga lotët, nga lumturia, nga zjarri, pasioni, dashuria e Është strigë e vogël ajo. Është strigë e vogël. Është strigë e vogël. Po. Jam shumë e lumtur që këto shtrigat e vogla na prodhojnë lot dhe momente emocionuese të tilla. Dua të falenderoj mamin e Rianit edhe mamin e Noemi. Sot një mami po më thonte, o zot, tha, se sa shumë hyn, tha, ajo teta Moza në emisionin e fëmijëve, se me sa kënaqësi. I thash, nuk është rrit akoma për vete, pra nuk është se luan, thash, ajo pasqyron veten, ajo është ashtu, kur ta shifti te programi tjetër, po sforcohet. Xhaxhi Sandri, na kanë ardhur gjithë mesazhe të bukura, do t'i lexojmë shpejt. Unë pra me e kam marrë shishin e ujtë me vetë, se më dhajt. Dhe unë ja ku e kam këtu. Mardelina Lina normalisht nuk mungon asnjëherë. Faleminderit, thot, një mbrëma të gjithëve. Jurej suksese pafund Moza dhe Sandri. Falenderojmë dhe njekun Leonard Koja për mundësinë e këtij programit të mrekullueshëm. Burime fëmijë të mrekullueshëm. Ne jo vetëm që përshëndesim komentuesit, përshëndesim presidentin e radios, mikun tonë Leonard Koja. Por, natyrisht dhe me shumë kënaqësi, përshëndesim të gjithë pjesëtarët e tjerë, moderatorët e tjerë të stafit të kësaj radio, e cila po zgjerohet, po hapet, po bëhet më e madhe, po bëhet giganteske, fal punës dhe dëshirës dhe pasionit të gjithë neve, që kontribuojmë me shumë pasion dhe me çfarë kemi mundësi. Pra, një përqafim të gjithëve që në ndjekin që jemi dhe ne pjesë e këtij stafi. Elizabeta Jusufi ju përshëndes Moza dhe Sandra për dëgjojmë vëmane, faleminderit Eli. Ja, kush ka shkruar tani, dëgjoja. Rosi. Xhaxhi Sandri dhe teta Moza pas kanë filluar e unë si fëmijë keq gjithmonë me vonesë. Për gjithë ti.
Neve teta Rozi të presim që ti të vish edhe të performosh live, sepse ti bën puna që të bukura me fëmijët dhe madje kjo studio do të jetë e jotja dhe e disa fëmijëve një heras. Vetëm të duash të mundësosh fëmijët dhe studio do të jetë e tëra për ty. Dakor, teta Moza, unë tani të kam dërguar diçka aty sa të lexoj në Mardelina, shkruan prap, ne si prindër ndoshta gabojmë, por të paktën mundohemi sa të mundemi. Perfekt, nuk mund të jetë si mama, por ama e jetës i ka thënë që jeto sa më gjatë për ta dhe pse nuk jam perfekt, sepse dua më shumë për fëmijët e mi, dua dhe nga vetë unë si një mama, duhet që të kërkoj më shumë vetës që të realizoj ëndrën. I kërkoj falje vetës që nuk kuptova për vetën time, do të thotë sa duhet, kuptova për të tjerë duke vrapuar, por do Zotin dha 2 engjëjt e mi dhe pse 2 engjëjt të tjerë mi pa të marrë pa parë dritën e diellit. Mardelina, janë fjalë zemrët, janë fjalë të bukura, janë mendime që ti i mban për vete, por të rrojnë dhe paqin jetën e gjatë ato 2 që i ke aty afër dhe tani po në ndjekin, dhimbjet janë edhe për njerëzit dhe ne në këtë jetë, përderisa të mundohemi do i përballojmë të gjitha. Unë e kuptoj zemrën e nënës së saj, sepse ne po flasim për ringjalljen e fëmirisë. Dhe dashur pa dashur mund të prekim edhe plagët e kaluara. Por është bukur kur e kujton që edhe me dashamirës, është bukur. Por unë them që nuk kishte të bënte ajo mision jon me atë. Ajo shpreh një indinjat ndaj atyre që nuk ja dhanë të drejtën dhe mundësinë që t'i shijonin, por ama ka 2 engjëj të tjerë që ne i përqafojmë fort. Okej? Dakor, jam telefoni, televizori, do të atë që sa po thash përpara. Okej? Margarita Lapushi Zeneli, ju përshëndes Moza Sandro, ju uroj shumë suksese në këtë mision bukur dhe të vështirë që keni marrë për të përcjellë tek zveçit. Dije, kulturë dhe edukat. Ju përgëzoj përzemërsisht. Margarita, ti sigur kishe premtuar që do dërgonte diçka, do thonte, do merrte pjesë. Jemi ende në kohë. Po, por unë po ja kujtoj. Mardelina, sot koma më të dhimbshme janë fëmijët, sepse janë shumë duke gjetur, më të dhunshëm, sepse janë duke gjetur tepër liri në shkollë. Në shkollë më falni nëse gaboj. Nuk është çështje shkollët, Mardelina, është çështje shkollët, është çështje familjet, është çështje shoqërisë. E kemi thënë dhe në një program tjetër bashkë me Mozen, kur kemi diskutuar mbi atë të ashtu quajtur, kemi qenë tek programi me Mimoza Bicin, nëse të kujtohet. Sepse dhe ajo merret me edukimin e shumë, dhe kemi thënë që është një trekëndsh për të cilin nuk duhet vënë faj njërit apo tjetër. Shkolla thot, po edukimi është edukimi në shtëpi. Shtëpia thot, po unë punoj gjithë ditën, nuk e di se me çfarë fëmijësh bashkohet. Shoqëria thot, po shkolla është e tillë. Pra, gjithsekush të marrë përgjegjësinë e vet. Okej, dhe këtu e mbyllim kalo tek tjetra, Moza. Doni Gaxhoni, o tek ta flutura që më ka bërë më bukur se kur sonte. Te ta flutura. Dakor? Pa harruar se Gjagji Sandri me kujtoj gjyshin se gjithmonë në vitet e fundit të ti, vitet e fundit gjyshin. Jo, po prit, dëgjoj deri në fund, lexoj deri në fund. Po, se fillon keq kjo, në vitet e fundit të gjyshin. Jo, kishte dëshirë vetëm me u vesh me të kuqe. Vetëm me u vesh me të kuqe. Sa vjeç ka vdekur gjyshi aty?
pa harruar dhe vetën time të shtoj. Se ajo i ka një 20 foto me bluzet kuqe. Se ka pa dhe poezinë autoportreti edhe na ka tregu se po shësh dhe më thanë komplet. Po nuk i ka tregu gjysmat. Se unë kam smundje fare, thët, me u vesh me të kuqe. Qesh, ju përshëndes dhe ju qmoj për programin dhe vlera që përqoni në çdo puntat. Yje jeni dhe pa limit t'i keni edhe premie. 2, 4, 6, 8, 10 yjet në ka dhënë. Faleminderit. Bona bazi. Të lumë të Rian. Rian thot për djaloshin, e vogël. Pastaj Të thot lumë të të Noemi. Faleminderit bëna. Marshallah. Thot Mardelina. Teta Teta Moza, do mundet t'i rrisi gjithë edhe ne si prindër dhe fëmijëve. Teta Moza dhe Gjergj Sandë, ju uroj suksesen këtë emision të bukur të fëmijëve, pasi fëmia është e gjithë bota që na rrethon me ëmbëlsinë dhe pafajësinë e tyre. Faleminderit mësuese Bonës. Shi, pas ka shkruar dhe mami Noemit. Patjetër. Përshëndetje të përzemërt të gjithë fëmijëve shqiptar kudo që jetojnë me familjet e tyre. Dhe ju të dashurit të fëmijëve, Teta Moza e Gjergj Sandë. E ta tregojë mirë që kujt i thotë Gjergj Sandë, që keni kriju këtë emision që është bukur. Urinë dhe një për qafim të gjithëve. Ciao ragazza. Nermine Demiri, ju përshëndes Moza Sandë, për emisionin e bukur për fëmijë, unë i dua me zemër e porzi që shënoj dhe dhuroj. E poezi që shënoj me zemër, e poezi që shënoj dhe dhuroj. Libër e lexim e buzëqeshje. Sandri, të kam dërguar një poezi të Nerminetes për përshëndetje për emisionin ton. Ajo ka dërguar 2 poezi. Një ta kam nisur. Shiko, unë mendova se mos ti ma ke nisur pak gabim. Jo, nuk ta kam nisur gabim. Ta kam nisur enkas. Se ti e di që unë jam pak si kritik i keq letrar. Ne do ta sillim poezin për kënaqësinë. Jo, po mendoja mos ishte më e gjatë, sepse ç'a thot poetesha Nerminete Demiri? Thot 7 ngjyra ka ylberi. Okej? Edhe më ka dhënë vetëm 4 ngjyra. Pasha të tjerët, kur do mi sjell. Si duket e kalon për emisionin tjetër? Aty, përmenën të pyta, thash, mos është lapsus i joti. Jo, kaq më ka dërguar dhe unë ta nisa. Dakor, 7 ngjyra ka ylberi, të 7 i mban në gji. E bën shpërndarjen atëherë kur u bieshi. Ngjyra kaltër sjell kaltërsinë, e verdha xhelozinë. E bardha sjell paqen, e kuqe sjell dashurinë. Këtë ngjyra shumë i preferoj. Me shoqe her pas heri diskutoj. Cilën për këtyre nuk di ta veçoj. Fëmijë, ju jap një këshill. Lëreni atë ngjyrën e verdhë për të rriturit në atë xhelozinë e famshme që gjoja ashtu. Gëzojeni të gjitha ngjyrave të ylberit. Tyre që ka thënë Teta Nerminete dhe këto që po ju thënë Gjergj Sandri. Okej? Teta Nerminete e ka menduar si duket kështu në këtë prizëm. Tjetër. Unë nuk po e diskutoja poezinë e saj, po jepja ca ngjyra të tjera për të cilat, sepse shikoj, i fusim fëmijët nga herë ne. Ti the ne poetët, e kupton, ne të rriturit. I fusim nga herë fëmijët në disa kleçka, sepse harrojnë që atë fjalë ose atë metaforë ose atë që po përdorim vetë, ndoshta nuk e kemi mësu kur ne ishim sa që janë ato sot. Kemi mësu pak më vonë. Kështu që le të flasim thjesht pa fjalë të mëdha tjetër. Okej. Gjergj Sandri, unë kam dhe një poezi të Nerminetes. Ajo thot, dialogu me frutat, shikoj si e ka ndërtuar. Ne qërshit
në qershit, në qershor, u asillim në verë, fëmijët i gëzojnë. Ne, mollët e kuqe, sjellim veç dashuri, ndërsa të verdhat, të gjithë na kanë zili. Ne dardhat verore, bashkë me ato vjeshtoret, e pasurojmë kopshtin, japim hije shqiprore. Folën kumbullat. Edhe ne jemi të mira. Fëmijët na duan, u japim shumë ëmbëlsira. Rushi e ftoi, folën me krenari. Ne kemi vitamina për çdo njeri. Të gjitha frutat u pajtuan. Se cila prej tyre mendimin e dhan. Kopshti i mbuluar me fruta, dajen tim shumë e gëzon. Kjo është poezia që teta Nerminete na e ka sjellë ne. Unë jam krejt dakord me të gjitha ato që ka thënë Nerminetja, veç se sot unë u hidhrova, sepse doja të bleja këta qërshilë ishin me 12 euro kilën. E po, prandaj duhet të mbillësh në kopësht. Po në fillim duhet të kesh kopësht, është si puna ati që tha, kur të kem pula do të fal një vezë. Po mirë se ti mund të shkosh te gjyshi janë në mal, mund të shkosh te një kushuri, te një komshite. Unë inshallah derisa të ulen çmimet. Unë inshallah nuk shkoj tani te gjyshja. Jo. Nuk e kisha për ty, e kisha për fëmijët. Nga që më drejtove mu, nga që dhe ti mund të shkosh. Faleminderit. Mesazhet. Faleminderit. Këto janë mesazhet e fundit para se të nisem. Dakord. Daj, vazhdo. O kalamaja. Mos i trëm kalamaja, të jemi në emision në fëmijëve. Ti vërtet do që të nxitosh se do të shkosh të shohësh sportin, më duket. Jo, nuk du të shoh sportin, unë du të rikëtu edhe 3-4 orë, sepse kam allë të vënoj sa ma shumë që të shkoja më. E që do të rriturit, kod fare janë të rriturit, më mirë rikëtu. Tek gjyshit pra. Jo, nuk e puna atje, vazhdo tani, lexo këtu. Prejti minut. Gjaxhi Sandri më thot mo, je i malë, Gledi. Gjaxhi Sandri, dhe ti tani vazhdo bun qik serios për fëmijët. Mirë se e lexoj unë. Përshëndetje të gjithë fëmijëve shqiptar kudo që jetojnë me familjet e tyre dhe ju të dashurit e fëmijëve Teta Moza dhe Gjaxhi Sandri, që keni krijuar këtë emision kaq të bukur. E lexove herë. Me Rita Palushi. Po si ka e lexove herë. Jo, e ka bërë 2 herë. Ju falenderoj për emisionin e ëmbël Teta Moza Gjaxhi Sandri, jemi duke ju ndjekur me Rafaelin dhe Mikelin. Ju përqafojmë, është Mardelina. Shiko se çfarë më thot Floriri Bledi. Unë nuk du. Unë nuk du se të shkoj të gjyshit. Jo, nuk do shkojmë të gjyshit, kemi ende rrugë për të bërë. Gjaxhi Leonardi, presidenti i radios, na shkruan. U jam mirënjohës pafund, Përqafoj, o Flori. Punën tuaj fantastike. Faleminderit. Kemi punë tjerë, Gjaxhi Sandri, do lexosh apo ta lexoj vetë? Donika Gjoni. 96 ka ikë. Ka ikë me bluz kuqe. Me merak mjaft se nuk i kaloi 100. Ai gjyshi. Ai me bluz, ai që vishte bluzat e kuqe. E kuqe. Kështu që ti thot gjithat rrugë. Rozina, zotët, çfarë kënaqësie kur më thonin fëmijët dje. Drejtëresh na ke lumturu shumë për festën e abetares. E karikove ti atë që të nisa? Pushov, ti vazhdo lexo se e di unë, ha? Okay. Unë ju thoja jo, unë po mësusja, po ti ke thënë mësueses kur mitizohesh, mësuesja e Bledi, vetëm qeshta.
O Bledi, e shef që thotë Do moza. ta heq mikrofonin. E shikon që... Paroj, ka që ishte? Po jo më se kam të tjera unë më. Më ka nesër të tjera Ke unë. sjell ti. Ti Xhaxhi Sandri Po, sot nuk e ke kokën fare në emision. Më se këput kot. Ja, Ti kam sjell të shikoje, gjitha. shikoje. Ja, Shikoj. me rroj tjetër. Kam nisur të dytën që është 1 minutë e 40 sekonda, po ti që merresh me udhimet tona nuk e ke pa akoma. Ti Xhaxhi Sandri, mi ke sjell gabim, mi ke sjell nga pak. Jo, 1 minutë e 40 sekonda e ke, ta kam nisë në 7:50. Xhaxhi Sandri, vazhdo lexo komentet ti sa ti ngarkoj unë. Ha, thot Mardelina, kritik bobo. Rozina Stegër, fëmijët janë o zot yje, janë shpirtjan, afeksion, janë përqafimet, janë jetë. Vdes për ata, e ata për mu. Se mbarova akumë. Vazhdoje. Ka më za. Po nuk e mbarova, ma hoqe, ke vend tjetër. Më fal, se Ja. nuk e për 700 punte ta moza. Vërtet të ne i ruj Zoti. Jepi tani. Suzana Vangeli, mi mbrëma suksese për emisionin. Nga, bëj ato 700 punë. I Koja bëj Leonard, Sander je njësht për ty. Dakor. Mardelina, vonë se kam gjyshen dhe pak s'do shkoj. Mirë mbrëma të gjithë, jo emision të këndshëm ju uroj gjithmonë buzëqeshje gjithashtu. Adri, ti e ke gjyshen? Jo, sot nuk e kam dhe nuk do të shkoj dhe ca kohë. Ti lexo. Jo, kjo thot Mardelina. Thot Mardelina, unë thash për Adrian. Edhe Adri e tha, shku e tha. Qata, nuk tha gjë, ja këput e kot, se s'ka tha gjë, Adri. Mirë, vazhdo. Mos që shumë thët se do humbasim tek futbolli. Mos shajmë pasaj nga të qeshat pa undar. Mos u bëj marak, se nuk jemi supersticios, Mardelina. Okej. Mi mbrëma për gjithë ju, emision të këndshëm të keni me plot buzëqeshje. Shef që nuk i përmam gjyshet. Ornella Gastramula, autori imi preferuar. Mulla, thashën. Ti e bën mulla, si italianët. Ne flasim shqip. Me se mulla është te për korçar, shëpan. Autori imi preferuar, dikur fëmi nga 3-4 herë, ja kam lexuar çdo libër, përshëndetje të përzemërt të miq. Kush ishte autori i preferuar? Me siguri e ka fjalën për Gaçi Bushakën që ne ende nuk e kemi prekur sepse u morëm me gjëra të tjera. E nga e di ajo që do i Gaçi. Linku është aty fëmiria jon, fëmiria përmes komentarisë Gaçi Bushakës. Rozina thot kujdes se jam gjyshe vetë, thot. Nuk e kam gjyshen, atë rri aty. Ti Xhaxhi Sandri, kur nuk e ka gjyshen, pse i ngacmon njerëzit? Edhe kjo teta Adriana thot nuk e kam gjyshen. Po mund të ke gjyshin. Atëre, sa po të karikohen videot që do të shfaqim, atëre le të ndjekim një insert të shkurtër. Nuk do bëjmë atë në Arushi që kërkon të papan, se na iku ora. Prit pra ta shikojmë njerë se çfarë kanë përgatitur për atë që ka shkruar Arushin. Do ta mbash mendjen këtu në mësim apo do të vej 4 për sot? Dëgjoj, ti mund të vesh edhe dysh, kur nuk i thu gjërat që në fillim, ashtu si nuk na tregove që do ikim unë e Bledi. Atje. Të gjyshat.
Na ke quti. Do ju jap leja akoma se më duheni për programin, po dëgjojnë çik tani për Gaqë Bushakën. Të Dëgjoj. dashur fëmijë, mirë se erdhët në rubrikën e re, të njohim shkrimtarët e parë të letërsisë për fëmijë. Erës kaluar u njohëm me Jetën krijimtarin dhe prallat e Hans Christian Andersen. Sot do të kemi rastin të prezantojmë një shkrimtar nga të parët e letërsisë për fëmijë. Ai është shumë kohë më parë, përpara se të kishim filmat vizatimor dhe internetin gjithashtu, fëmijët udhëtonin me imagjinat përmes librave. Disa shkrimtar të mrekullueshëm u bën miq më të mirë të fëmijëve dhe i mësuan të ndërronin, të mendonin dhe të besonin te mirësia. Gaqë Bushaka është një nga figurat më të rëndësishme të letërsisë shqiptare për fëmijë. Ai i kushtoi gjithë krijimtarinë e tij botës së fëmijëve, duke sjellë poezi, përralla, tregime, novela dhe romane që edukuan breza të tërë. Kontributi i tij qëndron së pari në pasurimin e letërsisë për fëmijë me një gjuhë të thjeshtë, poetike dhe plot imagjinat. Në veprat e tij, fëmia vendoset në qendër si botë e pastër, plot ëndra, humor dhe ndjenja. Ai dinte të fliste me gjuhën e fëmijëve, pa humbur vlerat artistike të letërsisë. Një tjetër vlerë e madhe e tij ishte ndërthurja e edukimit me fantazinë. Përmes personazheve gazmor, kafshëve që flasin, situatave komike dhe aventurave, Gaqë Bushaka përcjell mesazhe për mirësinë, ndershmërinë, dashurinë për librin, adheun, punën dhe dijen. Ai shkroi mjaft libra për fëmijë dhe u bë një nga pionierët e kësaj letërsie. Mjaft të përmendim këtu cikli i Çufos, Çufuja dhe Bubi Kaçurel, Pushimet e Çufos, Çufuja në shtëpinë e çudirave, Aventurat e Çufos. Këto libra konsideroheshin ndër veprat më të dashura të letërsisë shqiptare për fëmijë. Personazhet e Çufos, Bubit Kaçurel dhe miqve të tyre sollën shumë humor, fantazi dhe situata që pasqyrojnë botën e fëmijëve. Le të përmendim dhe një përmbledhje me përralla. Arushi që kërkonte baban, Në ishullin e dallandysheve, Amaneti i dhelprës, Përralla u la për nesër, si dhe romane dhe libra të tjerë për fëmijë. Fjeta duke numëruar dhe thonë se fajin e kanë përrallat. Rëndësia e veprës së Gaqë Bushakës. Ai krijoi një përrallë moderne shqiptare ku personazhet janë të gjallë, plot humor dhe afër botës së fëmijëve. Përmes tregimeve të tij ai përcolli dashurinë për librin, miqsinë, sinqeritetin, fantazinë krijuese, guximin dhe mirësinë. Pra, Gaqë Bushaka është babai i aventurave më të dashura të fëmijërisë shqiptare, të prindërve tuaj të dashur fëmijë, krijuesi i Çufos dhe mjeshtër i përrallës moderne për fëmijë. Le ta prekim së bashku magjinë e përrallave të tij. Jam mbaruam. Tani teta Rozi do të na sjelli neve këto përgatitjet e bukura që ka bërë. Ti shfaqim një çik, si thua? Ha pra. Ha. Ja. Jep. Shiko. Ha. Nderuar gjyqëres, që gjithmonë shkruaj të qesh, misherë dhe këtë ditë që shumë e keni prit. E që flasa sot për qesh, s'ka vëdzën e smitis ne, ka lëmit gjyshe edhe klasa duke ndryshe. Kini fisin a betars, që soqës tone të vërtet, që në mësoj, gjuën tone aqë të dashur e të shtrejt. Në shtator filluam shkollën, as lexim, as shkrim nuk dimi, por me gaz, e mesel me suat, e tani e gjej me gëzim. Në shtator ko njësim shkollën, o me susë në banen, rejtë fort këzë me vëvet, të të gjërën të rejtat. Jurojmë shikim të kamshë.
Shiko, Sa duhet të them diçka Rozinës. Drejtoresh, je regjizore dhe ke një shije jashtëzakonisht shumë të hollë fine dhe një dashuri të tmerrshme, Me të byzylyk po të imagjinueshme artë. për Më falë të Gjisandri. Më falë. ti përveç se thu gjëra që s'duhet, po I lun edhe gishtat kur nuk duhet. Po disha të fus një përrall, po më falë. Po una po flisja, pse do e fusja të pravën ti të ta moza? Jo, unë nuk disha ta shfaq në ekran. Doja ta lija aty poshtë, në gati. Bën mirë rriti poshtë, kërësat. Vazhdo. Se tani do I ngel hatrit, të ta Rozi do thoj, ai po më bënte komplimentat, ti janë ndërprerë, zemërushi. Mbaroje. Tani do të Sepse mbaroj. Rozi është vërtet një regjizore, një skenariste, një mësuese, një drejtuese, Isha duke e një thënë unë. promovuese. Isha duke Isha e duke thënë. e thënë. Ha. Më Se falë. me ty e ka mirë ajo, unë du me rregullu me te, se më ka marrë inat. Ama video ty ti ka nisur, mos thuaj ashtu. Sepse unë ja kërkova, por jo, Rozi, ta them sinqerisht, duke parë video dhe duke parë dekorin dhe skenën, mendova se ishte organizume jo nga një trup profesioniste, por një gjysmë festivalit I këngës të fëmijëve shqiptar ku kontributi është I të gjithëve. Bravo qoftë, edhe vazhdo sepse fëmijët kanë nevojë për këtë lloj argëtime. Të lumë. Tani unë Xhaxhi Sandri dua ta përshëndes të gjithë fëmijët me një nga krijimet e Gaço Bushakës. Apo do që të lexojmë atë, mirë, lexojmë më mirë atë Arushin që ka humbur babain dhe pastaj vendosim këtë përrallën. Kush dëshiron ta ndjeki, mirë. Pastaj se e kemi kaluar kohën televizive, e di, e kemi kaluar. Kështu që atë prallën Atë mund e ta lëm në fund. E lëm në fund. ose lëm për herën tjetër. Dakor? E shikojmë. Atëherë, të dashur miq. Atëherë. Në fillim kemi thënë që do të jetë nata dedikuar krijimtarisë së Gaço Bushakës. Për efekt të kohës dhe të ngarkesës që kishim, e kemi lënë në fund, por mund ta vazhdojmë edhe emisionin e ardhshëm me krijimtarinë e tij, apo jo Xhaxhi Sandri. E nisim pak me Arushin që të kujtohet në një teatr kukullash apo ka qenë me karton animati, me kështu film vizatimor, Arushi që kishte humbur babain. Të kujtohet ai që qante? Edhe Ja ta kujtojmë. Hajde. Pse na e tregove se ai gjeti apo nuk e gjeti? Ai gjeti dhe kush ishte babai, ne të kohës tonë e kujtojmë, po këta fëmijët do ta dëgjojnë. Mos e bëj disi I burriteze si imi që kur e pyesin për rezultatin thonte s'di gjë. I bëra naftin 0-0 mbaroi. Dakor? E unë nuk jam ajo si ajo pra filmi vizatimor. Se Bardhoshja ka ditëlindjen. Disa nga banorët të pyllit që kishin vënë në mes Arushin e vështronin me dhëmshuri. Ketri I fshiu lotët dhe hundët me shami, lepori dhe karamele, kurse Bilbili ja mori një këngë të bukur që ta gëzonte. Ata mendonin se sapo Arushit I kalonte drojtja, do t'i kujtoheshin të gjitha. Dhe vërtet, pas pak Arushi nisi të qeshte. Atëherë lepori mori zemër dhe urte butë si një gjyshi mirë, nisi të pyeste. Ku e ke shtëpin? Arushi mblodhi Arushi. dhe nuk u përgjigj. Po kush Po të kush të solli këto? Arushi sigur u kujtua. Teta Dhel pra, tha ai. Më tha se këtej burimet rrjedhin si mjalti. Po ku është tani? Iku, tha Arushi si I zënë në faj. Unë nuk e pash kur iku. A dinakja shpreu gjinkava. Arushi përsëri mblodhi supet.
Bilbili kërceu në një degës tjetër më pranë Arushit dhe nisi ta pyeste sikur këndonte. I kujt je? Thuaja xhaxhit se do t'jap karamele të tjera, i kujt je? I babit jam. Po si e quajnë babin tënd? Babi e quaj. Të gjithë ata që ishin rrotull Arushit vështruan njëri tjetrin në sy. Po, kështu nuk e ndihmojmë dot këtë vogdush të gjej babin e vet. Sa hunde buz Gjinkalla. Si nuk e ndihmo kemi dot? Gjërsa ky është Arush, do me thënë që i ati është ari. Më fal, shoku Tortull, se tortullon pak si shumë ti. Por me duket se Gjinkalla ka të drejtë, tha Leporushi. Unë një 8 ari në pyll. I pari është berber. I dyti Rrobaqepës, i treti Rojtar Pylli, i katërti portier në kinema, i 5 ngritës peshësh, i 6 fotograf, i 7 hekur punues dhe i 8 artist cirku. Kështu pra, nuk është e lehtë puna, por shumë e ngatruar. Ata i kanë shtëpi larg dhe as nuk e njohin njëri tjetrën. E po, atëherë, turfulloi Turtulli, letja dalë zot vetes ky Arush. Fundit, s'kemi fajin ne se i besoi dhelprës dhe tani nuk e gjen dot shtëpinë ai. Nuk është të keqja këtu, o zoti Tortull. Po ku është more lepur? Se më plase, se lë tjetri të thot një fjalë. E keqja është, vazhdon gjaktësot lepri, se ky nuk di as emrin e babait, pale mbi emrin. Dhe e qën ka goxha djalë, sa me habi Gjinkalla. Fëmijët e mi dinin emrin e mbi emrin që kur lindën. Po përse e të në Arushin për korçe? Është Gjinkalla. Këtë mburje, dëgjoj se ti ke qenë dhe regjisor, nuk qeshet kur interpretohet. Këtë mburje askush nuk dishi ta ka për tinte. Por me që është vështirë të hash, me flak, me Gjinkalla. Përse e vazhdet, Me e vazhdet. Në qofë se është Gjinkalla t'jap të drejtë, vazhdoj. Si do t'i vej halli tani këti Arushi? Pyti me rakosur Ketri. S'mund t'a lëm kështu. Kam në mend një zgjidhje, pa Bilbili, po nuk di a ka ko lepëri. Pa na e thuaj. Ky Arush në mos ka rënë nga ylli i Afroditës, është patjetër biri i përkthjelur i njëri prej 8 arive të pyllit tonë. Lepëri ka koshin fluturues, me të cilin ndan letrat edhe në folet më të larta të zogjve atje majlisave. Kjo është e vërtet, pohoi lepuri. Atëherë lepëri Të hy në koshin fluturues së bashku me Arushin. Së bashku me Arushin dhe të vej tek të 8 ari. Kështu do të bëj, pranoi lepuri. Kush e di sa janë alarmuar prindrit e tij? Ndoshta po e kërkojnë në një vend tjetër. Të lumt more lepur. Kërceu. Ja këtë duhet ta thoshte. Vazhdoje. Të lumt more. Ndoshta E shikon Arush sa te lashe u nxjerr të tjerëve kur ikën larg nga shtëpia. Arush ishte Gjinkalla kjo. Po. Aman Gjinkall. Lëre, se nuk e duroj dot të qarat, tha Ketri. Se nuk e bëre korçarshit tash. E mori për dorë Arushi. Të dy u larguan duke ndjekur nga vështrimet e atyre që mbetën pas. Koshi i lepurit po thjen nuk ishte ndonjë shpikje e madhe e shekullit 20, por nuk ishte edhe ndonjë gjë e parëndësishme. Në mes të koshit bukur që dallndyshet e kishin thurur për merak, lepuri kishte ngulur një direk të lehtë prej dru shtoku. Mbi direk rrotulloi një helik si krahët e mullive me erë.
Helika mund të frenojë lehtë me frena speciale prej druri, kështu koshi u lej but në tokë. Veç këtyre poshtë koshit ishin vënë dhe 2 jastek, dengëza me pumplar zojsh. Koshi kishte vetëm 1 tëmet, kur s'kishte erë nuk fluturonte. Po në pyll, pothuajse dimër e verë nuk mungon era. Lepuri e hipi Arushin në kosh dhe të dy u nisën për të gjetur shtëpinë e Arushit. Në fillim voglushi zuri të dridhë nga frika, por shpejt e mori veten dhe u shkri nga kënaqësia. Herë në kosh vinin për vizitë gushkuqet ose kanarinët dhe i sillnin Arushit dhe Lepurit fruta dhe lule. Kështu që udhtimi po bëhej edhe më i këndshëm. Kur arritën pra një lëndine, Lepuri i tha Arushit: "Këtu punon ariu berber, prandaj do të zbresim." Ai frenoi dhe koshi fluturus ul. "Hajde Arush, kërce." Arushi kërcej dhe të dy bashkë arritën të rrojtorja. Lepuri pa përmes xhamit të dritares ariun berber që po i ruante mjekrën të capit. Lepuri i ra me putër xhamit. Ariu e la briskun dhe doli në derën e lokalit. "Më ke sill ndonjë letër apo mos do të kresh mustaqet dhe të hedh kolonjë?" Jo, vetëm deshe të të pyes se mos ky Arush është biri yt. "Birim? Ba, po unë jam i pamartuar, more, shiko Lepur. Mos bëj shaka të tilla me mua." Po ku ta dija unë i shkretë se i pamartuar. Mua më duhet t'i gjej pa tjetër baban këtij Arushit. Gjersa e ke marrë përsipër këtë punë çoje në vend me udhë të mbar. Dhe kjo më duhet mua dhe këtë nam që kam. Tani, ne do shkojmë bashkë me Arushin tek të 7 të tjerët? Po, edhe pak na ka mbetur, po të vazhdosh. Ajo fut brenda i zemruar. Lepuri habit dhe përgat zemrin pa pritur të ariut berber. Mori përdore Arushin, unë gjitë në kosh dhe shkuan tek ariu e kurpunues. Arushin e la jashtë dhe vet u fut brenda në punishte. Mirdita mjeshtër. Mirdita Lepur, që munduar gjë këtu. Kemi gjetur një Arush në pyll, mos është gjë biri yt. Ja ta shikoj, se fëmijët e mi nuk largohen kurrë nga shtëpia. Ja ku është. Jo më Lepur, nuk është imi. I kujt e ti mor plumb? I babit. Jo more, po i mamit nuk je? Arushi u tremb dhe vajte u fshen kosh. Lepuri u dha dorën mjeshtër dhe pas pak nisi koshin fluturus drejt shtëpisë së Ariut Rrobaqepës. Ariu në Rrobaqepës e gjeti në syze majhundës duke qepur një peliçe të bukur për kunadhen në zemadhe. Tu ngjat jeta, përshëndeti Lepuri. Mirë se erdhe ja ktheu Ariu Rrobaqepës. Më fal se të pyes, mos të ka humbur gjë ndonjë fëmijë? E pse më pyet? Se në pyll ande nga lagja jon kam gjetur një Arush. Ja ti thras gruas. Ariu kthye nga pas pak me gjithë Arushin. Ajo sapo e pa Arushin që mbledhur gërsht, thirrri sikur ta kishte thumbuar grenca. Po çmë nxorre kot nga puna, more burzi. Po pse, more, kemi fëmijë kaq gordalaçne? Jo, s'kemi. Ja priti shpejt i shoqi. Atëherë mirë mbetshi, u tha Lepuri dhe u nis për tek Ariu fotograf. E gjeti duke nxjerrë në fotografi dy pelikan me nga një gjarë për të madh në qep, ndërsa në sol pritnin një tuf kumrish për të dalë në fotografi të gjitha së bashku. Ariu fotografi ishte aq i gëzuar sa që Lepuri po shpriti me vete. Po të kishte humbur djalin do ishte një çik i merakocur, prandaj po ja drejtoi pyetjen ndryshe. Puna mbar. Mbar paq, Lepur. Të lutem, a më ndihmon të gjej baban e këtij Arushit? Ky s'mban mend as emrin e vet as të tjatit. Turp, goxha djalk, dhe s'ditke kur gjë, shkryu Ariu fotograf. Sidoqoftë, Lepur vëllai, unë mund të ndihmoj. Këtu tek unë kanë dalë në fotografi gjithë arit e pyllit. Të dashur pelikan dhe shoqe kumri, më falni për 5 minuta? Ai u fut brenda dhe doli që andej me një tuf fotografish në dorë. E mori në prehër Arushin dhe nisi t'i tregonte fotografit me radhë.
Arushi I vështronte me habi kur pa njërin prej tyre në cilin kishte dalë një ari muskuloz vetur trash, thiri I gëzuar. Babi! Babi! E gjetëm Lepur, e gjetëm! Ky qen ka I biri Ariut artist, çap në cirk, se atje ke. Faleminderit I dashur, I tha Lepëri dhe unë së bashku me Arushin për në cirk. Sa po ullë në koshin e oborën e cirkut, u dëgjuan thirrjet gëzuara. Neli, ja vogëlushi yt, ja ku është? Neli e puthi fort të birin dhe u kthye Lepërit. Faleminderit vëlla se e munduar goxha. Po tha Lepëri dhe e tregoi të gjitha. Shqyr thoni që solli kokën, dërdëlliti konja leshtore, se Neli nuk dilte dot as në aren, aq I hutuar ishte. E po, biri vetëm, tha Buqja. Lepuri e puthi Arushin në faqe, u dha dorën të gjithëve dhe me gjithë lutjet e Nelit që të rrinte në shfaqe, u nis me koshin e tij. Kur u gjend mbi kuben e cirkut, ai buzëqeshi për herë të fundit. Veç të tjerëve, Lepurin zemër mirë e përshëndeste duke luajtur putrën edhe Arushi. Është nxjerr kjo përrall, të cilën sapo e interpretuan bashkë me Xhaxhi Sandrin, Arushi që kërkonte baban, është nxjerr nga libri Amaneti I Dhelprës, përralla të zgjedhura nga Gaço Bushaka, botuar në vitin 1997. Çfarë ka Xhaxhi Sandri? Si po qesh? Por, Sepse unë bëra një gabim të madh në fillim, që përshëndeta gjithë stafin e gjithë miqtë dhe nuk e përsëris më asnjëherë tjetër. Ati Leonard Kojës, Onardit, ai që më thot njëshi le t'i ngel hatri sa të doj. Pse? Kë ke harruar tani pa... Nuk kam harru kërkëm. Po vazhdon Floriri të më thoj. Kur të mbaroj programi, ikim. Të gjyshti. Pastaj, tani më shton. Të gjyshti të Arushit. Nuk të shkoj. Dgjoj, unë ju të dyve do t'ju bëj... do t'ju mbyll mikrofonat dhe nuk do t'ju lej më të silleni si fëmijë të këqinj. Lexoj mesazhet Adriana se jeni të mrekullueshëm. Po të gjyshi thot, të gjyshat e Arushit thot, nuk do shkojmë. Do shkojmë tani se ai ka merakun që të mbyllim emisionin neve, prandaj thot do ikim. Hajde. Gjeva, ka nisë një zemër, faleminderit. Po. Elizabeta Jusufi, po ju ndjek si fëmijë I vogël, faleminderit. Jemi kthyer në sot jo në fëmijë, po. Bona bazë, Xhaxhi Sandri, mos u... Po kjo është I herës tjetër, ti merr ato të herës tjetër, apo çdo herë më kritikon mua. Këtu. Kthemrat. Që në çdo program më kritikon te ta boz në abazi mua, apo e merr ti nga hera tjetër. Po ti si qa the qëpar, edhe unë të thash, po më falë se pa dashje e vura atë videon, pa dashje e vura videon. Kjo më thot mu mos o të regoj ashtë për me të tamozën. Po bën shaka, more Xhaxhi Sandri, si nuk kupton ti. Se pa dashje e bëri, thot, dhe të kërkoj falje. Na kënaqët, e shikon sa e mirë që është. Oke, Mardelina një zemra, u dorë trokiti, Gjeva. Më mbrami e qoftë mirë, si u gjejmë, mirë si u gjejmë mishtë e mirë. Miqtë të dashur, aq na kënaqet me këta ëngjëjt tanë. Falëndërime pafund qofshin faqebardh, ju jeni me të vërtet mrekullueshëm. Qesh, oj teta moza moj, po si e ndërpret kështu Xhaxhi Sandrin moj e dashur, teta, simpatike me buzëqeshje shumë të ëmbël që më ke, ju jeni me të vërtet një ekip shumë I mrekullueshëm. Ju paqim, ju duam shumë, jeni zemër e madhe. Ja, ku janë komplesive, një të mbron ty, një më mbron mua. Po, duhet të ndërpres në njerë se Xhaxhi Sandri flet gjëra të frikshme për fëmijët, moj Gjeva.
Diritura. Tani Qa po për ju shembull? përsëri thot lumturia. Që duhet shkoj te gjyshi pra. Po nuk isha të marra s'kërkëm me vete, po shkoja unë. Se nga këto ju kam bizurë fëmijë dhe i di akome, ju knaqë familje, ju knaqë një familje dhe të rritër. Fëmijë dhe të rritër. Më falë nuk shoh më nga hazi. Më nabe. E qeshër e mos ju shterovë kur. Mos ju shterovë kur. Okej. Babi ime, sa herë kemi parë këtë prallë kaq të bukur, na e kthyet nostalgjinë e fëmirisë, urime. Ja pra sa bukur. Marsiana Marsi. Tu në gjatë tjeta mi ishte dashur të mbledhur rreth radio dritare së Gjagjinardit. Bashkë me Teta Mozen dhe Xhaxhi Sandrin që na kënaqet me prallat e bukura. O miq tan të dashur, sa mirë keni vepruar dhe menduar dhe për ne fëmijët. O çu kënaqur me leximet tuaja. Qofshit me jetë gjatë të lumtur e zemërbardh që më iku. Që mendoni dhe për ne fëmijët e vegjël që na i duan kaq shumë për se nuk don me i dhanë të drejtë asaj të tabonës. Shiko, na ka shkruar teta Blerina. Frani Marku, lexojeni çik. Përshëndetje urime për emisionin Moza dhe Sandri, jeni shumë të mirë. Moza, artiste e vërtet. Se harrovon me atë listën atyre, duhet të shtosh edhe këtë grupi. Tina bën të kujtojmë fëmirin. Sa bukur është të kthehesh prapa në kohë, me sprallë dhe libra për fëmijë. Ju falenderoj shumë për momentet e bukura që dhuroni. Suksese. Blerina, është kështu, nuk është se ajo nuk luan, është e tillë. Jo, po ajo sa po do thoja si ka mundësi që Islanda sot nuk na ka përshëndetur. Ku është? Pra. Përshëndetje të dashur Moza Sandri, ju dëgjoj me shumë kënaqësi në emisionin tuaj prallë për fëmijët. Ju falenderoj për këto histori kaq të bukura që na kthejnë në botën e fëmirisë dhe na sjellin buzëqeshje. Sa herë ja kam treguar djalit, tani ja tregojnë besës. Tani po i dëgjoj vetë. Ju uroj suksese dhe vazhdim të mbar në këtë rrugë të ëmbël për fëmijët. Sa qef. Bona bazë, Xhaxhi Sandrit kam gjanë. Të ka gjanë, është shumë mirë kjo, bona, është shumë mirë. Mos e përseti, avokatja. Xhaxhi Sandri. E di që më ka gjanë. Xhaxhi Sandri, unë nuk i rraf fëmijët i kam gjanë, edhe unë të kam gjanë. Dhe tani, për ata fëmijët që janë në dëgjim, unë them ta vëm këtë prallën se është shumë e bukur. Unë e kam punuar me shumë dashuri. Ti ik po deshe, le ta dëgjojnë kush të doj. Për kënaqësi. Ku Ti ik po deshe, po që se do të shikosh sportin. Po të lë do të vetëm në ty aty? Kush e di se qa ngatron pastaj. Shikoj sa e bukur është. Edhe le të rrinë dhe 10 minuta ta ndjekin, se nuk bëhet qameti. Fëmijët nuk kanë çfarë bëjnë në këtë orë. Po, ai Floriri ta valeja. Herë sultura vrap Dhelpra që ta kapte Rose nga Arnil. Por të trija herët i shpëtoi nga kthetrat, duke i lënë në gojë një shije të hidhur. Humbja ka shije helmi. Dhelpra e këputur ul mbi bisht. E jarga vitur me gjuhën të nxjerrë jashtë duke dihatur nga lodhja, ndiqte me sy gjahun që i shpëtoi. I qante shpirti, e si të mos mjaftonte kjo, Garnila u fut në ujin e liçenit kaltërosh dhe ndjeu veten të sigurt si brenda mureve të një kështjelle madhështore. E nisi të cingëriste Dinaken. Na, Dinake! Eja, po munde! Qeshën Rosat. Dhelpra u pikëllua, por as u përlot e as vajtoi se dhelpra janë. Garnilës ju mblodhën shoqet rreth e rrotull dhe ajo nisi t'u tregonte për dy luftimin. Sa Dinaken për tokë pa mëshirë. Kitë breku mbush me qime nga peliçja e saj e rjepur. Shikoni,
Shikoni si rinë si e ngordër, nuk kam më fuqi. Ja shikojeni, i vjen turp t'u dalë shoqeve për para. 3 herë ja shkula bishtin dhe ja fshiva me të djersët që i rridhnin. Rosat e lëftuan. Se cila prej tyre përpiqi ta merrte më pranë, ta kishte më shoqe atë trimëresh që i paskështhyer turit dhelprës dhe i kishte shkulur bishtin. Në të vërtet kjo ishte ëndra më e madhe e të gjithë rosave, por ja që trimërinë e bëri Garnila. Ta dinin ato se si iku fluturim, thi Garnila e gjorë po të shpëtuar dhëmve të dinakes. Po t'i lëm këto. Lëvdatat e Garnilës e bën dhelprën të shfrynte. Ç'pa drejtësi! Atë paloros e lën të gënjere hat, kurse mua më nxjerrin bojën tak fak në vend. Nuk thon kot më mirë të dalë syri se nami. Si e pa që nuk ishte shpresë për të ngrënë mish rose, dhelpra u nis për në strofkën e vet, duke përshpëritur. Me Garnilën do të takohemi përsëri, do ta bëj që ajo bukuroshja njomzake të më sjellë edhe peshk të freskët si shërptore e bindur, e pastaj ta përlaj me gjithë pupla. Një ros, sa do gënjeshtare që t'jetë, nuk ka e dot me mendjen e dhelprave. Ajo i gjorë tani kujton se gjithë jetën do ta mbrojë uji i liçenit. Tani vërtet më vjen të qesh, si nuk më ra në mend më parë. Garnila ka një pikë të dobët. I pëlqen të duket më e bukur e më e zgjuar. Më e mirë se shoqet, aty do ta sulmoj dhe kështu tha dhelpra dhe u nis për në Zhuzhuni, që ishte një argjendar i shquar, artisti vërtet. Aty do të porosiste diçka. Po çfarë vallë? Të nesër me Garnila u nis për në breg të liçenit. Dielli shkëlqente. Ishte ngrohtë dhe ajo po kënaqej me bukuritë e luleve. Në udhë sipër pa një byzylyk të varur ke një lule këmban. Ç'mrekulli! I kujt të jetë vallë ky byzylyk i bukur? Aty rrotull nuk dukej askush. Po e marr, fundja unë do ta mbaj gjersa t'i dali Zoti. Mendoi Garnila. Do ta vë në qafë dhe e vuri. Lule këmbanëza ju afrua dhe e puthi në faqe. Ishte lodhur lulja i gjorë duke mbajtur byzylyk të rënd, madje po fishi e po thej. Tani po merrte frymëlet dhe vështronte e lumtur shoqëzat, ndërsa Garnila shite punën e vet. Tani me sigurisht askush nuk ma kalon për bukuri. Pshërtiu ajo. Më duket sikur kam vënë dielli në qafë. Ç'mrekulli, të jesh më e bukura e të bukurave. Kur pa vete në ujë në një pellgu aty pranë, qau nga gëzimi. Të gjitha shoqet do të më kenë zili. A ka vallë ros më të bukur se unë në botë? Jo, nuk ka. Kush foli? Rosa ktheu kokën e trembur. Nuk dukej askush. Me siguri lulet, tha Garnila dhe nxitoi për nga liçeni kaltërosh. Sa e pan shoqet ju sulën për të kundruar atë byzylyk aq të bukur që vetë tinte e shkëlqente. Garnila dridhej për dridhej nga kënaqësia e katisa ndrydhej. Një ros e vogël guxoi t'ia prekte pak me dorë byzylykun, por Garnila e qortoi rënd. Sa ajo nisi të qante. Nuk bën mirë, i tha një ros e moshuar. Ajo është e vogël, vetëm sa e preku. Sende të tilla të çmuara nuk janë për t'i prekur kushdo. Ja pat gjithinat Garnila dhe i ktheu shpinën. Rosa e moshuar, që i dhimbej shumë Garnila, pshertiu. Kësaj është rritur shumë mendja. Kam frikë se do ta pësoj. Të shohim si mundet ta ndihmojmë.
Dielli po ngrohte gjithnjë më shumë. Rosat u lanë dhe nisën të gjuanin peshk. Për një çast të gjitha mbetën të habitura. Garnila nuk e gëlltiste dot peshkun, ajo filloi dhe të qante. U mblodhën shoqet të shqetësuara. Njëra i fërkoi kokën, tjetra krahët, një tjetër e shkundi, por Garnila se gëlltiste dot peshkun, i mbetej në gryk. Ç'të bënin me të? Njëra nga rosat i tha që të provonte të hiqte blykun në qafa, por Garnila i sulmoi. Jo moj, të ta jap ty, Plase që të dukesh më e bukur se unë, e shkret ati. Shoqet nuk pipëtin. Ato hëngrën e pas pak e lan Garnilën në liqen. Ajo kapte peshq e linte në breg. Garnila mendonte se sëmundja që e kapi ishte diçka që do të kalonte shpejt. Aty nga mbrëmja ashtu e lodhur si që ishte ullë në breg të liqenit, pran grumbullit të peshqeve që ende përpëliteshin. Peshqit shndritnin si copa argjendi të kulluar. Uria i kishte drobitur, Garnila gati po e dromiste nga lodhja dhe i bëhej si kunotonte mes cicëllimave. Cicëllimat u kthyen në peshq trup holl që futeshin me radhë në gojën e saj dhe ajo i gëlltiste. Në stomak ndjente dhimbje. Atë çast njëra nga shoqet që erdhi fluturim si thirrje e trembur. Shpejt në ujë se po vjen dhelpra, futu në ujë Garnil. Dy rosat u futën vetë timthin në ujë, dhelpra buzëqeshi dhe pshertiu e gëzuar. Tani më i bukuroshe, nuk kam dëshirë të ha. Ti do t'jesh sklavja ime dhe çdo mbrëmje dashke do të më gozishtësh me peshq të freskët. O, sa të mirë dhe të shishëm që janë, të lumt, ke bërë punë, jo shaka. Unë ju dija dhe mbele ju rosave, çlumturi është të jesh dhelpër. Tinakja nisi të hante me oreks dhe qeshte me Garnilën që po këputej nga uria aty në ujë. Si hëngri dhelpra, iku e kënaqur duke fërkuar barkun e duke u tallur me të gjithë fisin e rosave. Mos u mërzisni, thëriste ajo duke u larguar. Do të vi përsëri. Gosti të tilla nuk harrohen let. Kur u erë, Garnila i tha shoqes tërdruajtje. Të faleminderit, ti vure vetën në rrezik që të më shpëtoje mua. Tani unë kam edhe një lutje. Të lutem a hiq nga qafa këtë pyzylukun e mallkuar. Shoqja e pa dhe ajo me truajtje, e kishte me gjithmonë Garnila apo bënte gjoja. Më në fund, si u mundua caja hoqi dhe adha Garnilës që mori frymë e lehtësuar. Të dyja shoqet nisën të peshkonin. Ato zun shumë peshq e Garnila u ngope e mori veten mirë. Pas kësaj, i përshpëriti diçka shoqes në vesh, po aq ngadalë sa as liqeni nuk e dëgjoi. Shoqja i ku fluturimsi dhe po fluturimsi u kthye me diçka në krah. Garnila duke kënduar, zuri nga peshqit më të mirë të liqenit dhe i la në breg tamam në vendin ku i grumbullonte gjithmonë. E nuk kaloi shumë dhe aty u duk përsëri. Kush do thoni ju? Dhelpra, Dinakja, erdhi të hante gostin. Të lumtë moj Garnilë, ti je flori për kokën time, flori e fare. Dhelpra hante i qeshte, por në një çast mbeti si kërcuj thatë. Mos i kishte ngecur gjë peshku në gryk. Gjersa zuri të ulërinte, s'qepun peshku, jo. Qarku i fuqishëm i maskuar me peshqive e kishte mbërthyer paq. Ajo u drodhe, u përdrodhe, i luti rosat ta lëshonin, përdori 1001 dhelpëri dhe më në fund e brejti këmbën me zvuajtje të tmerrshme. Kështu dhelpra mbeti me 3 këmbë ose më mirë me 3 e 1 qerek. Ajo çalonte. Garnila as qeshte as gëzonte. Ajo rrinte si e hutuar duke vështruar shoqin që lahej në liqen. E atë ikim tani, i tha shoqja. Rruga duket mirë në dritën e hënës. Garnila nuk foli, po kapi pyzylukun e bukur dhe e flaku tutje. Ai u zhyt në fund të liqenit, si të mos kishte qenë kurrë. E ndiu veten të lehtësuar. Shoqja e përqafoi dhe ashtu nisën, të dyja ishin të gëzuara. Po, prisni. Prava ka edhe pak. Më kanë thënë se ato byzylyk e pas ka gëlltitur një goxha peshk.
tamam në barkun e tij. Dikush e pas ka gjetur. Kur nëna po pastronte peshkun e kapur, e gjeti aty brenda. Po ja pat ndonjë shoqe ose shoku, hiqjani se do të mbetet pa ngrënë. Ose do t'ju shërbej pa dashje. Thelprave. Do t'i lexojmë neve tani ku jemi këtu. Do t'i lexojmë një çik mesazhet. Ku jeti? Kesi që nuk bën detyrat qumshin se bën dyqani disa nga prallët që u lexoj fëmijëve, faleminderit lumturi. Taci Sandri, na kënaqet Moza dhe Sandri. Okej. E shikon sa prallë e bukur që ishte. Patjetër. Unë besoj që I kemi kënaqur sot dhe të kemi të kaluar gjitha minutat e vëna në dispozicion. Kjo vetëm për arsyen e thjesht, sepse dhe krimtaria e Gaqë Pushakus është e tillë dhe neve kemi kënaqur shumë këtu prindrit, gjyshërit dhe kemi risjell fëmirin. Atëre, me qënë se tashmë kemi të kaluar gjithçka, s'na mbetet gjë tjetër. Shiko, ne duke I përshëndetur fëmijët, me dëgjon? Të dëgjoj, po. Okej. Atëherë, le ti përshëndesim me një fëmijë të vogël I rritur në moshë, por që ka mbetur në shpirt I vogël. I cili është? Bledi Orhani. O zot, sa kam qeshur sot, nuk kam qeshur ndonjëherë. Jeni shumë të mirë. Faleminderit. Faleminderit Bledit. Natën e mirë të gjithë fëmijëve, kalofshin një të diel të bukur, gëzuar festat e 1 qershorit, qofshin orë, minuta dhe paqim sa më shumë buzëqeshje edhe lumturi në familjet tona. Është shumë e rëndësishme të jemi të bashkuar, të gëzuar, të dashur me njëri tjetrin dhe këto festat na bëjnë të ndihemi fëmijë dhe të marrim siç jemi unë dhe Mozhi. Po të ta Mozi që qeshim. Natën e mirë të gjithëve, natën e mirë. Natën e mirë.